Adhurimi ndaj Allahut fillimisht e pasuron shpirtin, e vlerëson shpirtin, e përndrit atë. Prandaj Allahu thotë Kur'an, qad aflaha man zakkaha, ka shpëtuar ai që shpirtin e tij e ka pastruar. Wa qad khaba man dassaha, dhe ka humbur, ka dështuar ai që shpirtin e tij e ka ndotur. Pra adhurimi është shkaku themelor i pastrimit të shpirtit. Shpirti njerëzor ka prirje për të ndotur shpejt, ka prirje për të ndikuar nga rrethanat. Dhe varësisht nga rrethanat, ai dhe merr orientim. Prandaj Allahu thot, nëse ne dëshirojmë të shpëtojmë, atë mund ta bëjmë përmes pastrimit të shpirtit. E kanë ndërlidhur apo e ka kushtzuar shpëtimin me pastrim të shpirtit. E me çfarë mund të pastrohet shpirti më mirë se sa me adhurim ndaj Allahut? Më mirë se sa me lidhjen me atë që e krijoi këtë shpirt, me atë që e njeh më së miri këtë shpirt, që nuk ja di vetëm funksionet, por ja din edhe krijimin, edhe natyrën, edhe kërkesat, edhe nevojat. Allahu subhanahu wa taala. Ne këtë shpirt e bartin për nuk e njohim. Sa më shumë që thellohemi në shpirtin tonë, aq më tepër e kuptojmë se sa të panjohur e kemi atë. Prandaj është një prej sekreteve të Allahut në tokë, që nuk ka mundësi dikush di për të, përpos atij. Sepse Allahu i ka lënë disa elemente, disa gjurmë në vetët tona për treguar se ju nuk mund të jeni të pavarur ndaj Zotit kurrë. Edhe nëse i arrini majat e suksesit, të fuqisë, të pushtetit, të autoritetit, e ku e di se çka, çdo herë do ta kuptoni se jeni të nevojshëm për atë që ju krijoi. Edhe atëherë kur ju e mohoni, e madje edhe mund ta luftoni, vjen një çast, një moment kur ty Allahu t'jep sinjal, ta bën me dije që ti nuk mund të jetosh i pavarur. Shpirti yt është dëshmi për këtë. Hajt, jepi koment shpirtit. Ti e di që ke shpirt, ti e di që nuk mund të jetosh pa të. Ti e di që është thelbi i jetës dhe i gjallërisë. Por hajt trego se ku qëndron shpirti yt. Trego se si duket shpirti yt. Prandaj edhe kur erdhën tek profeti alayhis salam, disa që i fut dhe e pyetën për ta zënë ngushtë, për ta testuar se a është profet apo nuk është profet. Ata e dinin mirë se nëse nuk është profet do të mundohet t'jap përgjigje se çfarë është shpirti. E nëse është profet, një gjë të tillë do t'ja adresoj vetëm krijuesit të shpirtit, sepse është vetëm ai që e di një gjë të tillë. Prandaj tha, të pyesin ty për shpirtin, thuaju, ajo është çështje që i përket vetëm Allahut. Dhe nuk di për të askush përpos atij. Edhe kuptuan që është profeti i Allahut. Pra pastrimi i shpirtit është çështje themelore që përfitohet pikërisht nga adhurimi. Fryti kryesor i adhurimit ndaj Allahut është pastrimi i shpirtit.